që për janarit të këtij viti e keni parë se në mënyrë permanente ju kam bërë me dije se kam kërkuar informacion nga Banka e Shqipërisë për procedurën e licencimit të bankës së parë digjitale në vend. Është bërë e udhës tashmë që prej vitesh sa herë një deputet i opozitës kërkon informacion për zullumet dhe aferat e kësaj qeverie, apo kur flitet për transparencë në këtë sallë, menjëherë përballemi me balk, me një lukuni mediash të sponsorizuara dhe me zero përgjigje zyrtare nga institucionet. Licencimi i një banke nuk është dhe nuk mund të jetë një debat pozit-opozit, por duhet të jetë një proces teje transparent, pasi në tel ka të bëjë me qëndrueshmërinë e sistemit bankar dhe sidomos me kursimet e qytetarëve tanë. Të nderuar qytetarë shqiptar, në mënyrë të përmbledhur dua t'ju informoj se kam dërguar deri tani 4 kërkesa zyrtare pranë Bankës Qendrore. Në këto shkresa kam kërkuar informacion për çështjet si më poshtë. 1. Aksionerët dhe eksperiencën e themeluesve të kësaj banke si vijnë e tyre, që mund të jetë edhe fare thjesht publike. 2. Burimin e kapitalit dhe origjinën e tij. 3. Nëse shtetasi Idan Avishaj ka qenë i punësuar në kompani që ofrojnë shërbime forex apo jo. 4. Të dhënat financiare për 3 vitet e fundit të aksionerit Constador Ltd. 5. Të dhënat financiare të 7 viteve të fundit të shtetasit Idan Avishaj. 6. A ka padur komunikim mes AMF-s për shoqërinë Ford Trade, e cila ka ushtruar aktivitet të palicencuar në Republikën e Shqipërisë. 7. Dokumentacionin e plot të depozituar për dhënien e miratimit paraprak nga Banka e Shqipërisë. 8. Datën e aplikimit dhe cili prej aksionerëve e ka bërë aplikimin e parë. 9. Të dhëna për shtetasin Oliver Hemer. 10. Marrëdhënien e Jet Holding BV dhe Jet Tech të regjistruar në Durana Tech Park. 11. Sqarim për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe vlerësimin në Manivel. A do të ndikojë ky vlerësim në licencimin dhe në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian? 12. Faturimin e kompanive të shtetasit Idan Avishaj dhe a ka kapacitete financiare ky shtetas për të financuar bankën e parë digjitale në rajon, jo vetëm në Shqipëri, për 2 vitet e para.